të Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Shoqata Gjergj Kastrioti në Zvicër ka kënaqësinë që u mirëpres në këtë ekspozitë pamore me titullin Gjergjin e Artë, ku përmes veprave artistike sjellin një pasqyrim të kontributit dhe jehonës së kësaj figure ndërkombëtare dhe kombëtare. Në 6 maj 1405 lindi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, një nga personalitetet më të njohura të historisë shqiptare. Jeta dhe veprimtaria e tij përfaqësojnë një periudhë të rëndësishme të rezistencës së popullit arbëror ndaj pushtuesve të kohës, si dhe një model udhëhesie dhe përkushtimi për mbrojtjen e atdhëut. Shoqata Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Zvicër u themelua në vitin 2018 në 550 vjetorin e kalimit në Afshin të heroit tonë kombëtar. Ne besojmë se figura e tij mbetet një pikë referimi për identitetin tonë kombëtar dhe burim i pashqyrshëm frymëzimi për brezat që vijnë pas nesh. Një falënderim i veçantë i takon gjithë artistëve që kanë bërë mundur këtë ekspozitë, se pa ta s'do të bëhej asgjë. Ka shumë që kanë marrë një rrugë të gjatë, por ata që jetojnë këtu në Zvicër, ne i falenderojmë me përulësi më të madhe. Faleminderit. Për të folur rreth artit dhe veprave të artit, kuratori nga Prishtina, zotëri Ilir Muharremi, i cili na nderon me pjesëmarrjen e tij, do ta ketë edhe një fjalim sa i përket artit dhe Gjergjit në art, ndërsa sa i përket historisë dhe Gjergjit si figurë pamore, na nderon historiani nga Lezhë, zotëri Paulin Zefi, falenderoj gjithashtu përzemërsisht. Por pa i harruar natyrisht të gjithë sponsorët, që pate asgjë nuk është e mundur, dhe antarësinë tonë të vyshme që gjithmonë është e gatshme të marrë barën e madhe të organizoj një organizim të tillë. Kështu që ju falenderoj një herë përzemërsisht gjithë mediat, përfaqësues të ambasadave dhe gjithë ju mysafirë të dashur. Lavdi jetës së veprës së Gjergj Kastriotit Skënderbeu rroft Shqipëria, të marrë barën e madhe të organizoj një organizim të tillë. Kështu që ju falenderoj një herë përzemërsisht gjithë mediat, përfaqësues të ambasadave dhe gjithë ju mysafirë të dashur. Lavdi jetës së veprës së Gjergj Kastriotit Skënderbeu rroft Shqipëria. Faleminderit shumë.